A e keni pasur këtë grupime me kaq shumë efektuar sa ashtu? Kjo nuk ka asnjë përgjigje përveç se mos respekt. Pikë. Çfarë mos respekt? Në parë që të folim malin, i thash që ku ishte mjesi, edhe zgjoshin se cili hatë mjes. Mund të hatë mjes 2-3 vetë bashkë, 4 vetë bashkë, ishin pak shpërndam mëngjes. Se dikush mjes, dikush me si shpilte me dalë picë në hara e kështu. Dhe aty, ku janë aty ku është fotografirat aty ishin kuptuar që se kanë pishinë ashtu në kançe. Po e di këtë. Dhe kështu do të aty. Aty u ballë që më bashkë 15 vetë. Nuk kishin ku më se do shumë të tonë bashkë, ishim aty që mëngjes. Dhe ishim gjithmonë aty. Ai person, djali se vajtë që rritë vetëm, ai kishte një problem. Jo me ne, kur? Ai kishte një problem me vetëm, që do më thonë, o kishte një moment mërzie, o ju kujtojë dhe diçka, ose i vite turp për diçka që ka bënë që i kishte dalë në pranë, e ke parasysh? Edhe ishte pak i veçuar, por tan pjesa e shtëpisë ishin tan bashkë, fëmijës. Në drek, në kohë që ne ishim tu, sa pite kafe, sa pite edhe cinare, pa bazan, pa i thamë kush, po qoshin tanë kam, edhe filloshin tanë e bashin punë, se po do bashin çdo ditë. Po qoshin tanë dhe filloshin të ba punë të shtëpisë. Dhe filloshin të ba punë të shtëpisë tanë, dhe ba të shtëpia xicë deri, pak mas deri, dhe kur thamë punët, po fillot edhe kuzhina, fillot edhe gatimi, ma që diskutohet që do hajmë tanë, bite rubite që da fort qërë, ose në shkërë. Kishte familje, kishte një zëllëk. Po fatë, se harrova me thonë, në kohë që i fillot e puna, gjithë ishin punë, nga shkëmbimet që bashkë një tjetër. Ti e kupton të zije, nuk e la, se me leti mua, po da ti më ke shoqë, pse me mua dhe në kohë që filloshin punë, në koncept. Në kohë që filloshin Në mendjen time nuk ekzistojnë. Kishin këto shkëmbimet të korridorit për xhanit dhe aty fillot e loja. Që do të thonë, të punu, të ba punë që kishin, të punu dhe tu është dy lojë.